إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falenderojmë për ti fare dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të pranishëm, prej fillimit kërkojmë falje dhe ndjesë për shqetësimin që e bën zërimin, sepse e gjithë lagja dhe zona nuk ka rry, por disa xhamatli kanë improvizuar një akumulator që të mund të falim namazin e xumos dhe gjithë të ndëgjojmë porosin dhe lezimin e xumos. Allahu xhallahu ta bëftë atyre. Jemi në fillimin e muajit Muharram dhe shkurtimisht do të përmendim vetëm një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili flet për muhaxhirin e vërtet. Muhaxhir ka qenë Abu Bekri radhiyallahu anhu. Muhaxhir ka qenë Omeri radhiyallahu anhu. Po dikush do të thotë se përmendje Muhamedi sallallahu alajhi wasallam do të thënë ai dihet. Muhaxhir kanë qenë shumë sahabë të mëdhenj që na kur i përmendim ato emra të mëdha, ato emra të mëdhenj, gjithë i përmendim me pasion dhe me një ashk dhe zemër të madhe. E ndonjëherë mundet edhe me na shku mendja me thonë na, a mundemi pak atim dhe me ju në gjahë? A mundemi edhe na me fitu? Bile një hise nga kjo epitet i madh, epitet që do të thotë muhaxhir. Po mundemi dashur vëllezër. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ila ma naha Allahu anhu. Amma naha Allahu anhu. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, muhaxhir është ai i cili largohet dhe distancohet dhe braktis atë që Allahu e ka ndalu, atë që Allahu e ka bo haram. Sikur se muhaxhirët janë largu prej Mekës, prej asoj të keqe dhe kanë ardhur në Medinë të mira, në atë kohë, çashtu besimtari kur largohet prej haramit e të keqes dhe shkon ka e mira dhe mbara, e merr epitetin e muhaxhirit. Kjo është muhaxhiri i vërtetë. Kjo është muhaxhiri i cili i ngjan Abu Bekrit, Omerit radhiyallahu anhu, i ngjan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i ngjan burrave të mëdhenj të mirë që historia e ka përmend. Andaj gjithnjë kur ta shohësh një të keqe, ta di se Allahu ta ka dhënë një shans që shtash edhe ti me marr emrin muhaxhir e me akthi shpinën të keqes, e me largu nga e keqja me shku ka e mira, që ti me marrë një hise nga kjo epitet i madh, që është i njohur në dispozitat islame, se çfarë shpërblime të mëdha ka muhaxhiri, i cili do të vazhdon të ekziston si muhaxhir deri në ditën e gjykimit, sepse betejë mes të mirës dhe të keqes nuk ka të ndalme deri në ditën e gjykimit. Allahu gjithve na bëf muhaxhir të vërtetë. Allahu gjithve na bëf të bëjmë hijret nga prej të keqes nga e mira. Allahu na zgjidhë lutje gjithve të na bën të mundshme që të bëjmë hijret edhe nga nefsi jon i keq dhe i cili na urdhëron ka e keqja për ka nefsi i mirë dhe shpirti i bardhë i cili pendohet dhe i afrohet Allahut me tyve. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة